Një grup prej 30 avokatësh nga vendet të ndryshme të Europës vizituan Shkodrën duke zhvilluar një tur në disa nga pikat më të njohura turistike dhe historike të qytetit. Vizita u shoqërua me takime dhe biseda profesionale mbi çështje të ligjit, ndonse në një atmosferë informale dhe miqësore. Ideatorja e këtij organizimi Blerta Kraja e cilësoi këtë aktivitet si një rikthim të ëmbël në Shkodër, duke theksuar karakterin turistik dhe promovues të kësaj vizite për qytetin. Në Shqipëri kanë qenë para 19 vitesh. Edhe u bë një vizitë gjatë, kemi qenë Tiranë, Shkodër, Vlorë, kurse këtë vit tham po stacionohen në Shkodër, pra mas 19 vitesh rikthehen në Shqipëri, edhe tashti e kena përfunduar gjithë këto vite që lëvizim secili sipas mundësive. Pjesë e turit ishin përfaqësues të njohur të fushës së drejtësisë nga vende të ndryshme europiane. Për mua është një rikthim shumë i këndshëm në Shkodër, pas shumë vitesh. Si një ish vend i Republikës Jugoslave, siç është Slovenia, kemi dëgjuar për bukuritë e liçenit të Shkodrës, për Nën Terezën dhe për lashtësinë e këtij qyteti. Jam nga Hungaria. Shkodra është një qytet i mrekullueshëm. Kam shijuar diellin dhe motin e kthjellët, natyrën e gjelbër. Vizita e këtij grupi konsiderohet një tjetër promovim i rëndësishëm për Shkodrën, e cila po tërheq gjithnjë më shumë interesin e vizitorëve nga vende të ndryshme të Europës.